A dëshiron kursim shtesë për pension? Për këtë ekziston shtylla e tretë, kursimi yt personal shtesë. Çdo kush mund përfshihet, të punësuar, të vetpunësuar, student, madje edhe kompani që duan të kontribuojnë për punonjësit e tyre. Kontributet janë sipas zgjedhjes tënde, kur dëshiron dhe sa dëshiron, mujore ose her pas here, vendimi është yti. Nuk ka vlerë minimale apo maksimale të kontributeve. Ky kursim sjell përfitime të shumta, lehtësime tatimore për kompanitë, interes që rrit mjetet, si dhe siguri financiare shtesë në moshën e pleqërisë. Mjetet mund t'i përdorësh më së voni 10 vite para pensionimit. Zgjidh si të paguhen, pagesa njëhershë, pagesa të shumëfishta, tërheqje të programuara, anuitete ose të kombinuara. Sa më shumë të kursesh, aq më shumë kursim pensional do të kesh. Shtylla e tretë është mundësia jote për të investuar në të ardhmen, sepse një ardhmje e sigurt nuk është rastësi, është vendimi yt. Informohu dhe kurse në kohë për ditë më të sigurta pensionale. Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional.